Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema për dashuri dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Në javën e parë ju keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së dashit dhe energjitë shenjave të zjarit. Gjithsesi, shoh që një fillim jave ku ju, për pjesën e personave që janë beqar, është një person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë. Është një person që do marrë iniciativa në lidhje me ju, por ndërkohë ju shoh që ju dëshironi të lini problemet mbrapa dhe tregojeni të kujdesshëm në lidhje me një person. Në rastin tjetër mund të zbuloni një sekret ose një të fshehtë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, kurse për një pjesë tjetër shoh që mund të përdorni një lloj strategjie në lidhje me dashurinë, por edhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe në mesin e javës ju shoh që do merrni iniciativa, mund të merrni iniciativa në lidhje me një dashuri. Edhe pse shoh që ju keni kaluar shumë probleme në lidhje me dashurinë, ju do t'rregojeni të kujdesshëm në lidhje me këtë person. Ose mund të jetë dikush që merr iniciativa në lidhje me ju. Gjithsesi, shoh që do keni kontrata të rëndësishme gjatë mesit të javës, do t'rregojeni më autoritar, do jeni më mbrojtës ndaj familjes, por ndërkohë ju shoh që do jeni edhe në një pozicion të rëndësishëm, do jeni në një pozicion perandori. Dhe do lini në fund të javës gjithë problemet që keni pasur mbrapa, do t'rregojeni të kujdesshëm për të hedhur hapa para. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me partneritetet dhe bashkëpunimet të ndryshme, në lidhje me dokumentat për një pjesë tjetër, me studimet ku ju do përdorni një strategji dhe aty, dhe ka lidhje me shtetin kjo, shoh në lidhje me disa dokumenta që kanë lidhje me shtetin, por dhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë për ju. Vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në fillim të javës së dytë, keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës dhe energji të shenjave të zjarit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës shoh një zhgënjim. Do ndjeni të trishtuar, të lënduar, ndoshta në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Duhet ketë kujdes 10 ditësh i parë dhe 10 ditësh i tretë, sepse mund të keni situata të tilla, 10 ditësh i dytë bie më mirë. Gjithsesi, unë shoh që do ndjeni të zhgënjur, të lënduar, ndoshta ju mund të keni marrë dhe goditje, si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, dhe ose në çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të kenë lidhje me anën shëndetësore, me operacione të ndryshme që mund të keni pasur, ose në rastin tjetër mund të ketë lidhje edhe me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me ligjin ose diçka tjetër. Dhe në mesin e javës ju shoh që edhe pse keni marrë zhgënjim, jeni të lënduar, ju merrni dhe jepni me një person. Merrni dhe jepni, ndoshta shkëmbeni mesazhe me këtë person në lidhje me dashurinë, mund të takoheni nga afër me personin dhe do mundoheni të vendosni një lloj ekuilibri në lidhje me dashurinë. Për pjesën tjetër shoh që do merrni disa para dhe do jepni, ashtu si do t'i merrni këto para, ashtu edhe do t'i shpenzoni.
Një pjesë prej jush mund të jeni duke ndihmuar fëmijët tuaj ose fëmijët tuaj ju ndihmojnë ju nga ana ekonomike, ose mund të jeni duke bërë dhe një bamirësi te persona ose njerëz që ju mund të ndjeni që janë në nevojë. Dhe në fund të javës shoh që ju dilni nga kjo energji, sepse në mes javës do filloni të vendosni ekuilibra në lidhje me çfarë do lloj çështje dhe situate, dhe në fund të javës shoh një fitore, një sukses. Ju shoh që do jeni në një pozicion fitore, një pozicion suksesi, por do keni persona që do t'ju mbështesin, dhe kjo ka vlerë si në lidhje me dashurinë, njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Për një pjesë tjetër i shoh në udhëtime, por është një udhëtim ku ju mund të njihni një person tek ky udhëtim. Dhe mund të jetë një person që është i suksesshëm, personi. Atëherë, vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë kemi kartën e diellit, që keni të bëni me shenjën e luanit. Për pjesën tjetër, në mesin e javës me energji të shenjave të zjarit, por kemi dhe energjinë e shenjës së shijetarit. Gjithsesi, në fillim të javës së tretë, ju shoh më të lumtur, gjëra do të shikoni më qartë si në dritën e diellit. Do keni sharm, do keni shkëlqim, do t'i përkushtojeni vetes tuaj, do ndjeni më të gëzuar. Do keni takime me personin që do njihni në fund të javës së dytë për një pjesë prej jush, që mund ta njihni në një udhëtim. Për pjesën tjetër, shoh që do keni mund të jeni duke pritur një fëmijë. Për gjithë nënat që mund të jenë shtatzan, dhe kemi energjinë e diellit që mund të jetë edhe një djalë ose çun. Gjithsesi, shoh që do jeni në një energji shumë të bukur. Por në mesin e javës shoh që do ndjeni një lloj konkurrence në dashuri. Ndoshta ju do keni shkëlqim, personi që është në jetën tuaj mund të ndihet pak xheloz në lidhje me këtë shkëlqim që ju keni, ndërsa për pjesën tjetër shoh një lloj konkurrence. Ju mund të konkuroni në lidhje me personin që keni në jetën tuaj, ku secili tërheq në anën e vet. Për disa të tjerë duhet keni kujdes se mund të keni disa tensione. Mund të jenë tensione në shtëpi, në familje, me fëmijët tuaj, mund të jenë tensione te vendi punës, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe në fund të javës shoh që po bëni shumë durim në lidhje me diçka, në lidhje me një konkurrencë te vendi punës, në lidhje me disa situata tensioni, me një konkurrencë që mund të keni në marrëdhëniet tuaja. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju, edhe pse jeni në këto situata, ju do mundoheni që t'i trajtoni, edhe pse situatat janë negative, do mundoheni t'i trajtoni më me pozitivitet. Dhe këtë mund ta merrni në çdo situatë që ju mund t'jeni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit, dhe kemi përsëri energjitë shenjave të ajrit dhe të tokës. Në fillim të javës shoh që do keni një ofertë, mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, një person që mendon seriozisht në lidhje me ju, por që është një person i ri. Për pjesën tjetër shoh që personi që keni në jetën tuaj mund të kërkojë një mundësi në lidhje me këtë dashuri, që ju të jepni një mundësi. Për pjesën tjetër shoh që do keni oferta te vendi punës, ose ju do keni edhe oferta në lidhje me fëmijët tuaj. Mund të jetë një ofertë në lidhje me studimet, një ofertë në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Por për pjesën tjetër ju shoh që po mendoni shumë fort në lidhje me anën tuaj ekonomike. Dhe në mesin e javës ju shoh që jeni në gjendje pagjumësie, stresi, jeni duke menduar gjatë gjithë natës në lidhje me këtë ofertë që do t'ju vi. Mund të jetë një person në lidhje me dashurinë që kërkon të ofrohet drejt jush, është një person që mendon seriozisht dhe ju do t'ju fusni në gjendje pagjumësie duke menduar rreth këtij personi, nëse do ta pranoni këtë person ose jo. Ndërsa për pjesën tjetër, nëse ju do t'jepni një mundësi këtij personi ose jo.
për disa të tjerë me ofertat dhe mundësit që do t'ju jepen, si në lidhje me punën, me dashurinë nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me studimet tuaja që mund t'ju vi një ofertë, një pjesë tjetër në lidhje me shëndetin tuaj, ku unë shoh që një person do t'ju japi një mundësi, ndoshta edhe për t'ju ndihmuar, sepse e pam shumë forte edhe në mesin e javës së dytë. Dhe kjo gjë do t'ju lëj gjatë gjithë natës duke menduar rreth këtyre ofertave. Dhe në fund të javës jemi te energjia e kullës, diçka ju trondit, diçka shembet për të ndërtuar diçka më e mirë. Në qoftë se ju keni kaluar vështirësi dhe diçka vjen papritur, ju jeni ndoshta edhe duke e menduar, ndoshta edhe e prisni këtë gjë, unë shoh që këtu diçka shëmbet për të ndërtuar diçka më e sigurt. Në qoftë se një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie ka kaluar kufirin e vet, atëherë unë shoh që ju do dëshironi të bëni një ndryshim të madh në jetën tuaj për të ndërtuar gjëra më të sigurta, një njohje më të sigurt, një lidhje ose marrëdhënie më të sigurt, ose mund të jetë duke tronditur marrëdhëniet tuaja dhe për të ndryshuar diçka në marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj. Ndoshta diçka shëmbet papritur në lidhje me anën ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme, dhe unë shoh që këtu do ndodhi dhe do vi një ndryshim i madh në fund të prillit në lidhje me ju. Por është një ndryshim që është i nevojshëm, është një ndryshim që është pozitiv në lidhje me ju. Edhe pse mund të jetë diçka që ju ndoshta nuk e pranoni dot, por unë shoh që për ju do ketë ndryshime të mëdha në fund të prillit. Gjithsesi është një energji që ka ulje ngritje, thash duhet kenë kujdes të 10 ditësh të parë, të 10 ditësh të tretë, ndërsa 10 ditësh i dytë nga ana astrologjike bie shumë mirë. Kjo energji erdhi. Atëherë marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, kemi energjitë shenjave të ajrit, kjo tregon që ju do përdorni më shumë logjikën, do jeni gati në lidhje me këto ndryshime që do vinë në jetën tuaj. Thjesht s'duhet jeni në dyshime. Domethënë nuk duhet të dyshoni ose të mos e pranoni këtë ndryshim që vjen në jetën tuaj. Ju do keni ndryshime, do keni ndryshime në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Do bëni zgjedhjet tuaja në lidhje me këto ndryshime. E vërteta thot, duhet thënë pak në një formë pak më me takt. Në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni, në lidhje me një ndryshim që ju doni në jetën tuaj, thjesht duhet që të përdorni një dialog më të mirë ose një formë tjetër më të mirë në lidhje me diskutime të ndryshme që do keni në këto ndryshime që do vinë në jetën tuaj. Është një mesazh fantastik dhe thotë që ju do paguheni për punën tuaj që keni bërë deri në këto momente. Atëherë, kjo është për ju. Ju uroj vërtet një muaj të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj përsëri një muaj të mbar, një mbazdite të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.